A i shkonte në shkollë, a i shkonte kot në shkollë, se i dinte të gjitha. I thonë të mamit vetë, ore, pse të shkoj? Ditë lexoj dikte e diate, pse të shkoj? Hapi biznes, mëj. Qarë biznesi? Popcorn shite, popka. Jo që s'kishin ato, a i deshte të vetën të ketë. Të nxjerr me dinjitet paranë e tij. Po si ke den me në shpina mbante koncert, mëj Florë. Mëj 4 orë koncert në mbante, mëj. E kishte atë pjesën stadiumi, theshëm ne, përmi termo. Ishte e ngrohtë termoja, për para me termo jemi nxe, 3 orë koncert. Dhe këte e bonte vetëm shpati. Edhe lekun e deshte t'ja paguajmë këngën. E po pra. Dhe leku ishte për atë motiv. Është një humbje e madhe familjare, mos flas. Veç një Zot e di. Edhe unë mendoj se këtu ka një dorë shumë të fortë të krijuesit tonë, si të dush quaje, kush i beson, le t'i beson, kush si beson, i bëft mirë. Por, unë e kom hek një paralele ku e kom para pa se kulmi i shpatit ishte këtu, 40 vjetë. Më thëmë, ndoshta llogaria e krijuesit ka qenë mos vallë ma andej shpati mund të gabonte. Si ishte edhe besimtar i mirë, ishte edhe shumë nuk du të gabon shpati, le të shkon në kulm. Dhe ne shpatin do ta mbajmë mend përjetësisht si një djalë me virtyte, me vlera, me moral, me gjitha këto, dhe unë mendoj se kujtim më të bukur se ky për ju si familje dhe krenari dhe nder më të madh, që kishit një yll si shpati në familje, mendoj se nuk ka.